Brejgjilda Curri është një infermiere nga zona Bardhëve në Shkodër, e cila në vitin 2023 është përballur me sëmundjen e kancerit të gjirit, por e ka mposhtur këtë sëmundje edhe pse pranosë ka kaluar një kalvar vujtjesh dhe dhimbjesh. Ajo tregon si e zbuloi këtë sëmundje, ndërkohë mori forcën tek fëmijët për ta përballuar. Në 2023 jam përballur me kancerin e gjirit, një betejë që sot mund të flas lirshëm që e kam fitu. Një vujtje, një kalvar vujtjesh, dhimbjesh, por mi gjitha fitova me këtë sëmundje, afër pata familjen, edhe njerëzit, shoqënia rreth e gjithë që më kanë ndajt afër. Unë zbulova nga një dhimbje që pata dhe aty u përballa që kisha kancer dhe vazhdova operacionin, kimioterapit, ramja flokëve, ishin gjitha sfida në vete, gjitha forcën të familja, tek fëmija, ata janë që më kanë bajt për me ecë për para. Mendova edhe Zotin, aja është një mbështetje e madhe, mendova që Zoti jo çon këta gjëna njerëzve të fortë, edhe unë duhet ta luftoj këtë sëmundje çdo ditë dhe mendova për fëmijët. Fëmijët janë ata që më kanë bë me kalu, më kanë bë me ecë më përpara. Sot Brejgjilda është e botë ndryshe ku jep rëndësi dhe gjërave të vogla, teksa ka një mesazh për jetën dhe bën apel për të kryer sa më shumë kontrolle. E shoh ndryshe, i shoh gjonat më me detaje, shoh ndryshe gjithçka, jo ja pranësi gjonave të vogla nëse më përpara është që kam dhënë fort vlerë, tash i shoh ndryshe, gjonat ndryshe. Vlerësoj edhe gjonat më të vogla, momentet më të vogla. Jeta është shumë e bukur, shumë e shkurtër, por ka sfida të mëdha që jeta është një luftë që çdo ditë po luftojmë, po sa më shumë të bëjnë kontrolle, sa më shumë, sepse çdo sfidë kalohet kur kapet në kohë. Megi Bilali, shefi i shërbimit bashkësor në një VKS Shkodër, thekson se numri i rasteve me kancer gjiri në Shkodër është në rritje vit pas viti. Është shqetësuese, por unë nuk e kam me dëshirë që tetorin ta shoh si diçka shqetësuese. Për mua tetori dhe për gjithë ne si drejtori i shëndetit është muaji i shpresës dhe i ndërgjegjësimit. Ka gjithmonë shpresë nëse ne e kapim në kohë dhe e luftojmë në kohë. Përgjithsisht çdo vit ka raste në shtim fatkeqësisht, por gjithashtu kemi edhe raste suksesit që ne gëzohemi dhe për persona që ja kanë dalë dhe vazhdojnë të jetojnë dhe janë me ne. Në kohët e muajit të luftës kundër kancerit të gjirit, në Shkodër u zhvillua një marshim sensibilizues nga sheshi Nën Tereza drejt sheshit Parabashkisë.